Horoskopi ditor e hënë 17 nëntor 2025. Dashi, jeta sentimentale do ketë një rëndësi shumë të madhe sot, për ju që jeni në një lidhje. Do bëni çfarë të keni në dorë që të mbizotërojë një klimë sa më e ngrohtë dhe emocionuese. Beqarët nuk do kenë dashuri me shikim të parë. Megjithatë, edhe vetëm disa njohje do ju mjaftojnë. Në planin financiar do përballeni me probleme shumë serioze. Kujdes. Demi, do jeni shumë kapriçoz sot në jetën tuaj në çift dhe do kërkoni gjithnjë më shumë nga ai që keni në krah. Kujdes, sepse jo çdo gjë mund t'ju plotësohet dhe do keni mosmarrveshje. Beqarët nuk do jenë as sot me fat dhe do mbeten vetëm. Financat do jenë pika juaj e dobët. Do përkujdeseni aq shumë që ato të mos kenë probleme serioze. Binjakët, ditë mbushur me surpriza të shumta kjo e sotmja për të dashuruarit. Do ndiheni mirë në krahët e partnerit dhe do e merrni gjërat me pozitivizëm. Beqarët do dashurohen kokë e këmbë me një person që e kanë njohur që në vegjëli. Asnjëherë nuk i dihet çfarë mund të ndodhë në jetë. Në planin financiar do jeni të detyruar të bëni disa kursime. Gaforja, do diskutoni goxha sot lidhur me disa çështje të rëndësishme në jetën tuaj në çift. Partneri do jetë i gatshëm të dëgjojë me kujdes, por jo të pranojë çdo gjë që do i thoni. Beqarët nuk duhet të fillojnë një lidhje vetëm për sytë të tjerëve, sepse do lëndojnë veten e tyre. Prisni momentin e duhur. Shpenzimet duhen limituar sa më shumë. Luani, do dashuroni sikur më parë gjatë kësaj dite dhe do përjetoni emocione të fuqishme. As vetë nuk i kishit imagjinuar se partneri mund t'ju bënte të ndiheshit kaq mirë. Beqarët duhet të reflektojnë mirë para se të pranojnë çdo lloj ftese për të dalë në takim. Gjendja financiare do vazhdojë të jetë goxha e qëndrueshme. Do jeni të qetë. Virgjëresha, dashuroni ashtu si ta ndjeni sot në jetën tuaj në çift dhe mos u avini veshin sugjerimeve të tjerëve. Do ndiheni më mirë, keni për ta parë. Beqarët nuk do mund ta bëjnë për vete personin që pëlqejnë, kështu që do mbeten sërish vetëm. Financat do jenë të mira dhe kjo fal fitimit të një lotarie. Gjithsesi, mirë është të mos fiksoheni pas tyre. Peshorja, nuk do e vini në plan të parë sot jetën tuaj në çift. Përkundrazi, mund ta lini goxha pas dore. Nëse keni arsye të forta për ta bërë këtë, duhet të flisni me partnerin. Në të kundërt do keni probleme serioze. Beqarët do kërkojnë vetëm një person me të cilin të argëtohen sa më shumë. Financat do dini mirë si t'i mbani të stabilizuara. Akrepi, edhe pse klima ujore nuk do jetë shumë e mirë sot për jetën tuaj në çift, ju do arrini që me përkujdes të mos keni probleme në çift. Në disa momente mund të qëndroni edhe paksa larg njëri tjetrit. Beqarët do realizojnë disa takime premtuese, të cilat mund të ndryshojnë rrjedhën e jetës. Në planin financiar, gjendja do jetë e mirë dhe mund të kryeni ndonjë investim. Shigjetari, edhe nëse jeni të dashuruar apo beqar sot, jeta sentimentale do jetë shqetësimi kryesor. Çiftet do mundohen që çdo çast të lirë të kalojnë pranë atij që dashurojnë. Ata që janë vetëm do kërkojnë pafund derisa ta gjejnë personin e përshtatshëm. Financat do i menaxhoni me kujdes dhe gjendja do fillojë dal nga dal të përmirësohet. Britsjapi, të dashuruarit do kalojnë disa sfida të vështira, po ja dolën me sukses, do keni të ardhme të shkëlqyer. Beqarët do jenë më të privilegjuarit nga të gjithë gjatë kësaj dite. Do ketë takime pafund dhe mundësi të shkëlqyera edhe për aventura kalimtare emocionuese. Të ardhurat do fillojnë të kenë përmirësime të lehta. Do ndiheni më të qetë kur të shpenzoni.
bujori. Do keni ai shumë mosmarrveshje gjatë kësaj dite, saqë në një moment do mendoni edhe për një ndarje përfundimtare. Yjet sugjerojnë të mos nxitoheni. Beqarët do kërkojnë një person perfekt dhe pa të meta, prandaj nuk do ja dalin. Financat do jenë mjaft delikate. Nuk do arrini dot as të kryeni shpenzimet e nevojshme, jo më të blini gjëra qefi. Peshqit. Do ndjeni më afër se kurrë me partnerin tuaj gjatë kësaj dite dhe do filloni të mendoni edhe për ndonjë projekt të përbashkët. Edhe beqarët, nga ana tjetër, do ndjehen gati të fillojnë një histori dashurie me personin që ka kohë që i josh. Financat do jenë të qëndrueshme për pjesën më të madhe, përveç atyre që kohët e fundit kanë kryer shpenzime marramëndse.